Gjovalin Mikaj nga fshati Bogi Malësisë së Madhe ka denoncuar në policinë e Shkodrës zhdukjen e bashortes së tij, Klaudia Hiluku, dhe djalit të tyre rreth 2 vjeç. Sipas tij, prej 2 ditësh ka humbur çdo kontakt me ta dhe nuk ka asnjë informacion për vendodhjen e tyre. Në një apel publik përmes mediave, Mikaj ka kërkuar ndihmë për gjetjen e djalit të mitur, duke theksuar se nuk ka më interes për bashkëshorten. Ai deklaron se Klaudia ka fikur telefonin dhe është larguar pa lënë gjurmë. Gjithashtu ai ka kontaktuar edhe me familjarët e saj, të cilët sipas tij i kanë thënë se nuk duan të dinë më për vajzën e tyre dhe nuk kanë informacion. Për herë të funit kontaktu me fjalë qysh te pardje që më ka ik, kam kontaktu në tam, ka thënë mu ti e legend, i anena më kërcenu, më ka thirr një vajzë, ka marrë një vajzë me makinë, edhe më ka thënë që nuk e punë me mua. Mikaj tregon se gruaja është larguar edhe më parë nga shtëpia, duke ia lënë atij djalin 1 vjeçar për ta mbajtur. U kërkoj ju për jo djalë, me mazit, zgjedh kutin, se nuk e di a ka mujt me shita, se di ku ndodhet për momentin. U kërkoj se shteti i ka mbon të vendësim edhe kur çfe përgjigjet në botë, as Malësia e Madhe, as Shkodra, nuk më ka dhënë përgjigje. E ka mojt 3 muaj djalin, ka ik në Itali, ma ka lënë te kisha e madhe, ka shku, ma ka lënë rrugë të madhe, djalin, e ka mojt me sakrificë e me munë. Për një djal, du me vonë jetën e jap jetën. Ju kërkoj që me mazjet janë djal, edhe dua vetëm djalin, jo gruan. Me mua nuk ka punë ma me mua jo, se ti në jeta as nuk han buk me mua kurrë, veç për punë djalit. Gjovalin Mikaj shpreh se kërkesa e tij e vetme është të gjejë djalin dhe të sigurohet për mirëqenien e tij. Unë du këtë djalin, nuk du ata, nuk du mja ditë hiç se kush ajo. Unë du djalin. Mu nuk e më intereson arsye se ku ka i.